Çakra, e ballit. Që dizajnist që arkitektin. Po e ke pa fermën, e ke pa? Arkitekturë. Ka marrë në shkollë mami ose babi? Ja, babi ja. Ka ishin trazjet, I kapën trazjet, e nuk mundon do. Ikën e më gruan për Greqi. Kanë jetu në Po, kanë jetuar në Greqi pas. Sa vjet? Pesa kanë qenë motra, vlizhën, gati, 7 vjet. 7 vjet Greqi, pas kanë bëj farë jetë, se Greqia atëherë ka qenë shumë e mirë. Kam punu? Kanë punu, po në të njëjtën kohë kanë pa një botë ndryshe. Në Malë. Disa njerëz Në çfarë qyteti kanë qenë? në Afin. Interesant shumë. Nafta vin të ezidë, se sem të ezidë. Në Afin, pasaj këtë në Shqipëri. Ti duke se do përfundosh pra. A du? Valla. A ti çok ti. Se jeve bukurosh. Edhe e zë, rrë. A ti se duhe me qëmanë? E se di, është veni bukur shumë, pëlqej shumë. Si gjeti atë punën 3 mujore që shkove në Francë? Se punëtisht kam 2 miqtë e mi atje në Francë. Edhe era më beti sportit, që thonë që është du të përvëz diçka të jashtë, diku. Okej, nisu. Hajde rikene ekipin të gjim, do flasën dhe do kontaktojnë me klubin. Folë kontaktojnë me klubin. Që kishte ngel dhe filmi pra që kishte thonë... Bëra atë provën time 2-3 ditore, më shkoj shumë mirë, më pëlqej shumë. Edhe vazhdova. Ja, tash 5 ma tash o jep. Vazhdova, por fati ishte në pajisë se unë kam shumë vonë nga fundi shkullit, eksperimentar. Ato ku bëjnë federimet e letarëve, në mars, nuk mund të luash dot me ekipin e parë, do të ishme të dytë. Ne jemi gjashtë. Edhe ngjela në dytë që me kismen që vini dhe pastaj që të bëja O do punosh? kontratë me klubin, vazhdoja. Po unë 3 muaj kisha drejt të rria, sepse më shumë nuk rria dot. Dhe kjo me ndigju fare. Ose vinin. Edhe nuk mund të rria dot më shumë. Po shokut që punën atje? Do të studioj si... Atje jemi me marketing e telekomunikacion. Po? Nga tjetër punon në agjenë e restoran. Gjej një shembull që do ma Që nga puna interesante. Shumë bukur. Shumë bukur. Në time edhe bënë përshtypjet e se francezët për shumë kishin në mëngjes. Kjo niste punë që në orën 10-11. 10-11 fillon? 10, po 10-11 shkollë. Ai që është në parë, në tonë parë, që bën gati përgatitje shkollën që në orën 9, që e hapë në ta. O qëtë përshpëndan? Nga ora 12 deri në 3 ishte orari që kishte njerëz, atje njerëz janë të fituar në bazë të orave, nga 2 deri në 3 hashin. Ushqeshin, kishin ora të pushimit të drekës, e shkolla. Pas nga ora 3 deri në 6 mbyllej. Nuk e sa vazhdojnë nga 6 deri në... Restoranti kjo? Ka diçka brenda nga ne brenda Qa lloj gatimesh? Qa kuzhine ishte franceze apo? Nuk... Apo s'ki qenë? Ja kam qenë sa të isha. Gatime, që se kishim dhe gatim speciale, si më të tash, nuk ishte se kishim gatim special, po mishin e kishin on top. Ashtu, Mishin e kishin on top. Kishim një lloj kimie të çuditshme. Kishin një lloj ushqimi, ai nga pas të pëlqy shumë. E bënin me filet të puri me patate, me djathë shpirë. E bënin si tip pure shumë shije. Din të gaturin, Shumë shije. Ishin 3 personazhe, një që dëgjote, një Shumë shije. shikote dhe një që spiste. Edhe bini të 3 dashuri me të njëjtën vajzë. Ishin komplet gjithë. Dhe unë lujsha atë që Nuk s'dëgjon. kemi orar, si shqiptar. jo, s'kemi. Si Kurse në atje Amerikë. ne nuk kemi orar. Kurse atje për shembull vinte ora 12 që në mbyllë lokali. Po? Për zërin që u ik.
Po. Me lezet. Edhe e kuptonin. Për shembull disa klube këto baret e natës e kishin këto baret brenda qytetit. E kishin për shembull deri 1:30 si orar. 1:30 mbyllej bar, mbyllshin muzikën edhe thonë që dinim, rrini jashtë, po jo brenda lokalit. Po thonë largohen njerëzit. Po, jashtë mund të Edhe rish. pa, dhe nuk është se kishin njerëz që bësh me neva ose ziheshin për këtë pjesë. Po prap deri 1:30 mirë, se këtu i ke deri 12 më duket. Jo, s'ka këtu deri në zonat jashtë, po, që kanë muzikën jashtë. Kurse ato që kanë muzikën në restoran brenda për brenda. Nga tek kështu të fillon. Të barë që ishin brenda qytetit, që dëgjojnë muzika jashtë, i mbyn 5 të shtunë dhe 1:30. Atëherë, të morim ne i lufra. I di se janë patë në Paris, po. Gjenë gjithë shka atje. Gjitha orareve, gjitha, pra, gjenë. Normal. Por e vërteta është që në shumë qytetet e Evropës në orën 6-7 mbyllën dyqanet e këto dhe ku isha mini. Shqyqy që ishe një dyqan kështu arab që mora ca ushqime, se në 7 darkës u mbyllë të gjithë shka. Barë, në Gjermani është ndryshe. Në Gjermani, kurse Franca tjetër. Gjermani është ndryshe. Unë kam ndejtur në Gjermani. Në Gjermani për momentin që po dhe punoj, që bë disa foto, video për një kompani. Unë jam 20 minuta larg Dortmundit. Atje. Edhe aty të dielën për shumë nuk ka shumë thjesht, as si gjë hap. Ase përveç dyqaneve që janë për shumë mund të jetë në një arab ose në një që mund ta kenë një indian pakistanez. Dhe kisha që është e hapur. Pse erdhe? Supermarketet, farmaci, çdo gjë mbyll. Ose përsa janë të farmaci makineta. Që kanë ato makinetën jashtë? Po, i kam ta ato të sa gjotë. Ishte një dyqan kështu me ato sandviçat të këto. Tushi. Të tushi. Të tushit arabët këto. Shumë shi. Shumë. Ore, unë i pas kam komët në ujë këto. Ti e me qisë. Po. Si po për ndi i lakështire. Ndru. Ja, ku qorëm gjithë të fësën një lecë kësaj. Qarë puni kisha ti sa? Sot se kisha punë, sot kisha tutoriale. Tutoriale, qa tutorove sa? Sot tutorova me mirin lopët, me Ilin gomerët, një gomarë që shkete. Pelin, me sonin edhe në visin pamdelet. Edhe me rëmin pudat. Çfarë duhet bërë, çfarë nuk duhet bërë. Po kjo goca siguri ku ke goma tjetër, më duket një ke pjetë ke goma tjetër, atje i instaluar? Gomapit me henin dje, na kapim Gjesi këtu. Po. Dhe po na ja ku jemi thonte, sot pa gjumë. dhe po na thonte, do flejmë gjumë dhe ky se dhe ky me ne ishte se do dali drita tha jo, i thash unë kemi Po kohë. duhet të zbartë. 5 minuta raluan u zbart komplet përse. Nëse dita para është edhe ai. 1-2. Kështu që ki parasysh që sa të vim këtu, sa ham, 1 orë, 2 orë. Sa 3 sa ndrosh, shko. Shko në ora 4-5, Kap. Ora, ku ishi? pa bërë muhabet. Ja, pa e hynë muhabetit. Po hynë muhabetit pastaj. Pa e 6-7. muhabetit thjesht. Thjesht po, se po vazhdove me debate me gjona, do e presim gongun zgjuar. Do futa mbrënda, shumë top. Do futim të gjithë, avash. Si karaktere se duhen këto më. Karaktere? Si karaktere. Po Kush ka pëlqyer më shumë? Kush ka gënjur më shumë? Kush ka surprizuar më shumë? Dhe kush shpet surprizuar më shumë? Dhe kush shpet që të mërzisi më shumë?
E di që s'jam menduar asnjëherë përse. Por në kushtet e kësaj tërësie, vështirë është që të mbetet dikush përballë që të ketë një karakter të ndërtuar që të thënë ky është karakter. Edhe kjo ka shkaqet e veta. Për shembull, kur shikoj ca filma suedez të këtij Bergmanit, karakteret janë të ndërtuar. Po. Po jo, nuk janë të ndërtuar thjesht në artisti. Po duke qenë se njerëzit besojnë në Zot, karakteri është shumë i fortë. Kurse njeriu modern Ke marrë nuk cigare beson në Zot. Kjo jetë. Nuk ka thënë. Deri ta. Dhe po, dhe prandaj Ska është gjos. shumë plastelin. Të duroj, s'ka gjë. Mbas shoqërisë. Dhe mbas rrethanave këtu kam parë shumë fashete. Domethënë, po nuk kam parë një karakter. Po. Se di. Se di edhe për vetën, a mund të them që jam një karakter, se kam bërë shumë përpjekje që të përshtatem dhe të pranoj. Jo për arsye pragmatismi, sesa për arsye të bashkëjetesës. Bashkëjetesës. Nga këto teoritë evropiane jam ndikuar shumë. Se ka qenë teoria që të ndikuar? Për shembull, e drejta natyrore e njeriut, që pavarësisht se si është njeriu, ka drejtën që ti të sillesh mirë me të jetë i mbrojtur, të ketë mos jesh agresiv, drejta natyrore. Ose pastaj të tjerat që një nga teoritë më të bukura është ajo e politesës. Jo në gjitha rastet e kam përdorur, po shpesh e kam përdorur. Që është? T'i japësh avantazh tjetrit edhe kur ka defekte. Po. Por i kam dhënë disave me shumë dashuri, disave nga atraksioni, disave edhe nga zori. Sepse kam pas atraksion. Kam pas atraksione këtu për njerëz. Kam pas të reqe. Nuk e di, kanë qenë besede të reqe për performancën, sepse Normal. që të bësh një gjë të bukur, duhet kesh pak të reqe. Edhe këtë element e vlerësoj shumë të tjetri. Elementin etik, estetik, elementin e mundësisë për të bërë një gjë me tjetrin, e vlerësoj. Mi po shpesh edhe ato që i kanë të reqin këtë mundësi se kanalin e konkurimit. Për shembull, e di çfarë ndodhi dje me Visin, kisha 2 ditë që bëja atë rolin e bregut lumit. Ke parasysh që flet ai si ata romët? Mund të vi këtu mos? Hajde. Të dëgjoj. Po. Kisha 2 ditë që bëja bregun e lumit me Visin. Edhe ishim ke ajo rotonda aty Po, te Oxhaku. tek Oxhaku që ulemi dhe pim në gjë, pjekim në gjë. Edhe ndërkohë që ky po performonte, kush ishte ul aty hiku, sepse ky vërtet ishte duke performuar bukur. Jo, si sheti. Tha më Visi, thash, unë të vikën gjithë, e pash. Tani, në një moment tjetër, Visi po fliste këtu me zot lart, ashtu siç flet ai zakonisht. Dhe unë nuk e kuptova që ishte ai, dhe e di që thash vetes, ky njeriu që po flet tani është e kundërta e Visit. Dhe ai ishte vetë Visi. Kështu që edhe brenda njeriut ka disa njerëz. Edhe është talent të dish të shfaqesh të duhurin. Në momentin e duhur, komunikuar. Ai nuk e kupton që ai duhet të flasi vetëm si njeriu i bregut lumit. Sepse kur flet, bëhet e kundërta e vetes dhe është sfaqato fare, më falni se s'm dëgjon. Është një gjë komplet tjetër. Në atë tipin e burrnisë dhe të principit e këto që s'shkon fare, kurse robi i bregut lumit është i vërtetë. Nëse më lona? Lona? Burat e lavatriçen tani, me peshqirat e kështu. Dhe mirë do ishe me i përdor pak të më shumë se 2 herë ato peshqira, personal. Normal. Sepse janë gjatë gjithkohës këto lavatriçet e zëna, edhe kanë nevojë që të flajnë rroba, po thjesht po ja them. Rrobat që përdoren edhe dorën të lanë në fund ke koshi, ke krevate, apo i lini vend saktuar, apo ke Me lavanderi. Te lavanderia ke vendin tat që i la, i sistemo. Ke vendin tënë që mund vendosësh rrobat e palara dhe kur vjen për të bërë lavatriçen, e bën, nëse nuk din më pyet mua. Jo mos e di që zot, di me ladzeza. Se zakon ka çështin, s'është Po një pal pantallona ferme i gjete aty mrena se i burantarja. I vuan fare sa mirë. Të tuat? Po i kam marrë nga një syndykse të mia se dikush më kishte marrë, kështu që ato do maj. Nuk e di të kujt janë.
Po rrobat Ndoshta ilaç atyre që zezile kanë vet apo ai që ka detyrën në falë? Jo, rrobat do ilaç vet Lali. Po pra ai që ka, se thash, ai që ka e kuptoj. Mirë është mos t'i bësh bashkë. Sa nga nga po. Normalisht që të mbushit i qesën e rrobat palare. Do aty që në të çorape se vetë. Ja, së normal, në të skutoto. E pa shkon edhe me rrobat e palare të një tjetër. Bash, në dajme. Pa, fix. I kemi sonë. Ose klevit, ma i lajë. Po, Mirë veç i është, përqes. mirë është t'i rush rroba se mua më kanë filluar ca rroba. Majmë gotat i pysim, më ndihmo pak, a është e zezë kjo? Po, Po. fute. A është e bardhë kjo? Ja. Pash mos ishte rrush, se rushin e më qenë. Jo tani, nuk du më. Tam qanë. Ti nëse dojnë mbledh të palare dhe i qonë dhe në shtëpi, sa ti lajnë në shtëpi dhe ti cilë. Qofse i ke merak, ose ke rrobat shtrenjta, ose që durojnë dot. Se ka pas të dhe kështu. Ti fuzën pra valigje dhe ti qosh. E visin pra. Dhe i thua gajt, lutem i qonë në shtëpi dhe i thua i të mi lajnë dhe të mi sjellin prapë. Nëse ke merak. Jo, në herë mbushja, kur është afër shkallës dytë, Po normal Varet, është sa valigje ke marrë me vetë? do shumë kohë që të stabilizohet. Një. Domethënë do ta ndjesh, po. Do Madhe ta apo ndjesh të edhe një muj atë të ndoshta. madhe. Po, marrë një nuk të është kohë. se është mbush keq. A që i të vëllin? I të vogër. 4 t-shirte, 2 paj pantallone edhe mbathje, asi gjë tjetër. Ash, në zakonisht hajsh duhet Dhe jam njeri unë i lumtur. Unë mund të jemi vetëm që s'kam rroba të shpërndara në për shtëpi, e di ku i kam spinat. Pak në sa data thë. Pak në ti a i ke pak në i ke tua dhe të nuk i ke të shpëndarë. Unë e di ku i kam. Me çast? Qyqe. Qyqe. Se unë në robën. E tash nuk e di, tash kur po kujtohet. Po më thash ajo, hajde lu qyqe. Po jo mori tash është qyqek. Qyqe. Jeta unë do ta bëj. I të rrisë kësaj. Hajde rri qyqe. Hajde rri qyqe, hajde rri qyqe. A e rrë e di që që e rrë e thë qyqe ka zile. Gjyrat më lef kotëm o zot. Që i ke... Kësa thash ndë? Vërtetë? Kjo është e. Do ta vizitoj Kostanën, po ja sa të pushoj shiu. Po mora vesh që i kanë quar ushqime. Po shkova të. Sa jo ka rëndësi. Në qëva të gjëra e time që në të vëshë. Për të folë nuk flet do. Po, Që da po flet? Apo nuk flet? Ke vetëm jo kontakt fizik. po jo kontakt fizik, po. Jo kontakt fizik dhe mos u fut ke shtëpia. Mos e kalo gardë. Mos e kalo gardë. Mos e kalo gardë. Si puna policit. Kam, thej gjë? Duk se më falë. Shna zheti. Do një kafe. Kafe jo. Do pi një gotë qumë është ngrot nga vanilja ime. Nga vanilje. Nga vanilja ime. Kuzira ti. Qumshin kisha vënë? Jo, është një ujë me mish, më të. Jo, atë ka vënë ai se do të bëj fasule me jakën. Ah, Do okay. bëj grosh. Do bëj grosh. Grosh. Unë do bëj ndoshta një 2 qofte. A disa ushqim ka? Ka ushqim si ja vlen? Po mishi i gri është ky. Është tu Plas. las frigoriferi. E për Po një kryesisht 5 misha tjera. kemi. Po Misha kemi. Do Po të sigur të bëjmë zava. një çik presh apo kemi grosh sot. Ka sta dush i roze, s'ka nevojë me gatu. E pra, po preshi dhe lagra po thanë. Apo s'ka rëndësie. Po po e ke të tjera, pse? Kemi sot- dy tjera, po. Të hënën kemi buxhetin edhe 2 ditë. Kështu që sot është- mirë jemi, kemi rezerva. Do na vjen një sfidë vështirë këto, se na thanë. Normal. Sa vjen dhe vështirësojnë gjëra tu, po. Në që kuptim? Sa ma afër finales t'jesh, aq më shumë të Jo, vështirësojnë më gjëra. një loj është që ka, pse duhet të vështirësu? Një loj bëjmë. Logjika ty Një çon. loj i bëjmë Mos punën. rrim atë vendim. Në më logjika ty qonë që nuk do jetë letë si ditë e parë. Jo, e ke shumë në dita e parë është më e vështirë se dita e fundit. Pse? Po sepse je i shpërndam, i pa mësuar, kurse tash që jena mësuar. Po mirë, përveç për shtatës, po të për anën e sfidave. Në sfidë, si të bjerë, do ta bësh me sa ke dakord, fuqi. ja. Po e arritë, po se arritë, çfarë kemi? Jo, dakord, jo, dakord, më këtë që thot. Shijoje. Pastaj fut një birr vatan edhe ose një kefir edhe e mbyll muhabet. Shijoje, si ishte? Shijoje. Shijoje.
Eni po e shijon. Shijoje. Shijoje. Përqendrim duhet shumë, përqendrim. Përqendrim. Se Hapa. çdo fjalë marketohet. Duhet pasqyra. Duhet kish pasqyra edhe këtu. Përqendrimi duhet jetë i lartë. Përqendrim dhe pasqyra duhet. Pasqyrë ke vetëm tjetrin. Përqendrim dhe pasqyra më e pas dhe. Qofës. Që bot. Mëjnë për nuk ftofër zbath për shumë, se ke problem fare. Ma futën tru si kur do smurja për 3 ditë, se gjithë pas kanë kalu gripe e kështu gjonash, po që unë nuk bona sa ditë tu edhe asë lloj shqetësimi. Vetëm zbath. Po bo me ders, po thao, po bo pra, po thao, po het zbath. Është ngrohtë koha, nuk jeton